Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt përse drejti nga Pallati i Sporteve Çazim Dervishi i Shkodrës, ku sapo nisim transmetimin e ndeshjes basketbollit për meshkuj dhe në këtë moment sapo ka shënuar Klajdi Giri, shtatarët i Vllaznisë me numër 7, 208 shtatarësia Kirit. E ka filluar mirë në këtë periudhë, kujtojmë që jemi në periudhën e tretë, kur pjesa e parë duhet theksuar që është dominuar nga skuadra dursake, e cila ka fituar periudhën e parë me shifrat e 41 me 51. Me 51 ka fituar periudhën e parë skuadra dursake në këtë transfer të Shkodër. Takimi i vlefshëm për Kupën e Shqipërisë është çerek finalja, luhet me një takim. Kjo është formula e Federatës Shqiptare të basketbollit dhe ka shënuar në këtë moment edhe 3 pikë të uta. Të nderuar shikues, Federata Shqiptare e Basketbollit ka vendosur që takimet çerek finale të luhen me vetëm një takim dhe ky takim çerek final Vllaznia Teuta po luhet në Shkodër. Ajo skuadër që fiton shkon me tej. Përsëri Klajdi Giri, numri 7 i Vllaznisë, është penguar gjatë sulmit tek koshi kundërshtar, ka të drejtin e gjujtjeve të lira, nuk shënon. Në të parën ka edhe një mundësi tjetër. Të shikojmë se si do të jetë ekzekutimi i Klajdi Girit, nuk shënon as në të dytën. Rezultati është Vllaznia 47, Teuta 60. Giri ka topin e parë në zonën mbrojtëse të Vllaznisë, nis aksioni Kuçiblu, kapiteni Robert Shestani, kombinon me Hibit. Bright, manovrat e tij kërkon koshin, nuk e prek fare. Një ditë jo mund themi të nderuar shikues për Vllazninë e basketit të meshkujve, një ditë jo. Kjo është sotmja kur më herët ka regjistruar 11 fitore radhazi, duke vendosur një rekord sezonal për ekipin e Vllaznisë, s'kishte fituar kaq shumë ndeshje radhazi në asnjë sezon. Por sot për momentin është ndalur kur luhet periudha 3 të ndeshjes dhe rezultati është 47 Vllaznia 60. Teuta e Durrësit, sulmi për Vllazninë, Shestani. Dhe 2 pikë ka shënuar në këtë moment Bright, shkon në 49 me 60 plus 11 është Teuta e Durrësit në avantazh. Sulmi është pikërisht për dursakët. Kujtojmë që perioda e parë ka pasur shumë pak pikë për Vllazninë, një fillim as pak bindës 6 me 16 për Teutën, vetëm 6 pikë ka shënuar Vllaznia në periodën e parë dhe shikoni çfarë bën kapiteni i skuadrës dursake, Krist Gorea, me këtë 3 pikësh e thellon avantazhin. Është basketbollisti më i mirë në radhët e skuadrës dursake,
me një karrierë të gjatë sportive, Chris Gorea, është djali I presidentit Arcile Gorea, I cili në këtë moment është në tribunën VIP të Pallatit të Sporteve të Qendrës, duke ndjekur ndeshjen për krah homologët e tij, Sokol Dibra. Minuta 6 për pjesën e dytë, periodën e tretë të pjesës së dytë, 49 Vllaznia 63. Teuta, sulmi për Vllaznin, Hibit për 3 pikë dhe I ka shënuar. Mes fundi duket se ka një sinjal pozitiv për Vllaznin, ky 3 pikë I Hibit mund të jetë edhe një shtys me shumë edhe për tifozerin që ta mbështes, sepse për disa momente ishte në heshtje dhe përsëri sulmi për Vllaznin. Nëse shënon përsëri Vllaznia, shikojmë te super kosh I Ashton Parker, një spektakël I vërtet, vetë sulmi ishte I tillë, por edhe finalizimi I Ashton Parker. Pas 3 pikëshit të Hibit vjen dhe ky kosh me spektakël I Parker që ka të drejtën edhe të një gjutje të lirë, që nëse shënon e shkurton akoma më shumë. E ka shënuar përsëri Ashton Parker, rezultati është 54 Vllaznia, 63 Teuta, është ulur, ka zbritur në që thot tabela në 9 pikë, për ka diçka që po verifikohet, ka edhe një pikë me tepër për Vllaznin, 55-63, ishte zëvendëstar straneri Roni Gjeçaj që kërkoi ta verifikonte dhe ta korrigjonte tabelën. Ka shënuar një 3 pikë nga distanca fair për Teutën, duke rikthyer entuziazmin e kampin Dursak, një periudhë e tretë mjaft interesante. Shestani, top për Parker! Kombinimi Shestani Parker sjell pikën e 57 për Vllaznin ndaj 66 të Teutës. Aksioni për Dursaket, të cilët po luan mjaft mirë dhe shënojnë. Shikoni sa koshi I sakrificës për Teutën. Kapiteni Kuçibluve Shestani. Për 3 Vllaznia nuk arrin të shënoj Gjorgje. Edhe 2 minuta nga fundi për periodën e tretë, Vllaznia 57, Teuta 68. Sulmi për ekipin Dursak. Duke që nuk është mbërësuar koshi, gabim personal në favor të ekipit të Teutës, që drejtohet nga trajneri I Malazes Nikola Milatović, dhe tjetër kosh I Dursakve, çka konfirmojnë një formë të mirë sportive në këtë ndeshje. Hibit për 3, nuk e shënon. Shkakton gabim personal Gjorgje. Bie atmosfera në kampin e Vllaznis. Ai momente ishin 2-3 minuta pozitive për Vllaznin, që arriti ta zbrejste deri në 8 pikë diferencën gjithnjë në favor të Teutës. Tashmë është Teuta që është shkëputur me plus 13. Aksioni për Teutën. Right. Hibit ka dotëruar topin për Vllaznin, gjithnjë Hibit. Kiri është blokuar Kiri, por përsëri Kiri dhe ka shënuar Klajdi Kiri. E blokuan për momentin, por këmbguli Kiri shtatar dhe shënoi një kosh tjetër, se mund themi edhe kosh pesë. Shikojmë Gorea. Këtë radhë nuk shënon, nuk ka përgjithësuar në dur kapiteni I Teutës, më mirë në fushë për ekipin Dursak. Kiri përsëri është blokuar. E kanë blokuar Kirin me
në faul. Ka diçka në mes kapitenit të utës Kris Goreja dhe Klajt Kiri me numër 7. Kiri ka fituar gabim personal, është normalizuar situata. Dhe tjetë në gjytet e lira, Kiri. Farë ka. Kështë një problem me rjetin, se rjeta ishte blokuar, por u stabilizua. Por ka dhe gabim gjytet lira për Goren, i kanë dhënë teknik duket. I kanë dhënë teknik Klajdi Kirit, shikoni pra çfarë përmbysje nga ai dy luftim mes Kirit dhe Gores, pati një fërkim dhe qytetërisht Kiri ka të drejtën e gjytet e lira, por ishte një tillë edhe për Kris Goren, kapitenin e të utës, një vendim që gjyqtarët e morën në pas analizës e rastit për katës. Tërgjuhetje e Kirit në këto momente nuk shënon, dhe të topin Hibit, kanë shkaktuar gabim personal basibusit të utës në dëm të Hibit. Gjyqtarët e ndeshjes Ani Baviu, Vjeresin Ndreu dhe Ardindoj kanë vërshëdhyer në favor të vllaznisë është Hibit. Në gjytet e lira ka shënuar Hibit. Është në 22 i vllaznisë Hibit, i sakt në të dyja gjytet e lira dhe kërkon pushim tekniku i të utës Manazezi Nikola Milatovic, i cili në stol është bashku me kolegët e tij Napoleon Lalla dhe Jurgen Belegu, ndërkohë që në krahun tjetër tekniku i vllaznisë Eni Lazani, që ka në staf kolegët e tij Antonio Shabani dhe Roni Gjeshaj, ka në përbërje të kësaj ndeshje këto basketbollistë është Justin Thomas, Sead Kopliku, Ashton Parker, Adrian Kuqi, Julian Bright, Klajt Kiri, Aron Kruja, Bujar Tafa, Robert Shestani, kapiteni i skuadrës, Jajden Hibit, Samuel Bashdari dhe Brandi George. Edhe 21 sekonda nga fundi i pjesës të tretë, periodës të tretë, kryeson Apolonia kryeson Teuta me plus 10 me rezultatin 61-71. Teuta ka këtë përbërje tek protokolli i saj me Gjan Liton, Mikael Xhaferi, Eduard Hokus, Kris Goreja, kapiteni i skuadrës, Jurgen Balanca, Elios Kamenica, Keidi Gjore, Jamal Wright, Grayson Goetz, Elnait Fair dhe Dante Powers. Kjo është përbërja e skuadrës dursake, ndërkohë që thamë që takimin po gjykon një tresh nga kryeqyteti me arbitrat Ani Badhiu, Vjeresin Ndreu dhe Ardindoj. Topi për të utën, zonën e saj.
Vazhdon skuadra e Teutit me Powers ta çakulloj këtë top, kërkon duket ka mbyll me sulmin e vet. Korea, Juan Korea gabon, nuk ka kohë. Tenton gjuetjen në distancë nga koshi në kosh Hibit, sepse koha ishte shumë e pakët dhe 1 sekondë dhe topi në fakt kur u dëgjua vërshëllima e arbitrave ishte në ajër dhe nëse do të përfundonte në kosh do të vlerësohej, por topi gjyti ishte e gabuar dhe mbyllet perioda e tretë përsëri me të njëjtën diferencë. 61 me 71 me plus 10 kryeson Teuta. Aq sa kryesoi edhe me mbylljen e periodës së 2 dhe pjesës së parë të ndeshjes. Ndërkohë sipas periodave duhet theksuar që perioda e parë ka folur tërësisht për skuadrën dorsake, se drejtohet nga Milatovic, plus 10 për Teutën në periodën e parë, 19 me 29, fiton Teuta periodën e parë, ndërkohë që e dyta ka një balancë e cila në përfundim jep shifrat e barabarta 22 me 22, por e përgjithshmja e pjesës parë ishte plus 10 Teuta me rezultatin 41 me 51. Perioda e tretë ka regjistruar dhe 20 pikë të tjera mbi rezultatin e periodës 2 dhe tashmë shifrat janë Vllaznia 61 dhe Teuta 71. Kujtojmë që është ndeshja e vlefshme për Kupën e Shqipërisë, është një takim i vetëm çerek final, ajo skuadër që fiton kalon me tej në gjysmëfinale. Për Vllazninë e basketit meshkuj, ky rezultat në humje të paktën deri në këto momente është i pari, më themi zhgënjyese pas 11 fitoreve rravazi të ekipit të Vllaznisë, që sot nuk është në ditë mirë, ka dhe mungesa titullarësh tek Vllaznia, ashtu siç ka edhe tek Teuta, mungon njëri prej më të mirëve të skuadrës së Teutës, pikërisht Elion Memçaj, basketbollisti i talentuar shkodran që këtë sezon luan për ngjyrat e Teutës. Ka pasur një dëmtim Memçaj dhe nuk është aktivizuar në këtë ndeshje. Shikojmë që është i pranishëm në tribunat e Pallatit të Sportit Çadendërviçi, duke ndjekur sfidën me miqtë e tij shkodran. Aksioni për Vllazninë. Bright. Hibit për 3 pikë dhe ka shënuar pas kombinimit Bright Hibit, vjen 3 pikë i shënuar nga Hibit, i cili edhe në ndeshjen e kaluar ka qenë ndër më të mirët në fushën e lojës. Gabon Teuta dhe mundësi tjetër e Vllaznisë për ta shkurtuar diferencën. E ka blokuar, kërkon faul Vllaznia, por në kanë të mendimit arbitrat doja vazhdon, është Parker. Hibit gabojnë të dyja palët dhe shikojmë tenton për 3 pikë, Gjorgje ka këtë mundësi. Barret gjuan për 3, nuk i ka shënuar. Kiri zotëron topin tabel. Ja kanë larguar nga zotërimi dhe topi është për Vllazninë. Duhet perioda e 4 dhe fundit e kretë ndeshjes. Minuta e 2 për periodën e 4, rezultati Vllaznia 64, Teuta 71. Vazhdon të kryesojë Teuta. Gorea nga distanca nuk shënon. Shikojmë të aksion të Vllaznisë. Bright është blokuar, por Parker! Ashton Parker ka shënuar 2 pikët e radhës dhe ngushton në plus
5 diferencën me Teutën që kryeson. Është një diferencë më e vogla në të takim për Teutën që është qënë në plus 7. Ishte momenti që Teuta mund të kërcënojë nga Vllaznia kur ishte vetëm 5 pikë, por e çoi në 7. Të shikojmë Vllaznin, Kiri në tabelë, gjithnjë Kiri gabim personal, vetëm me faull, vetëm me gabim e personal mund të mbolohet ky djalosh energjik shtatar 208. Vetëm një problem ka Kiri, duhet të jetë më i kujdesshëm në gjuhëtjet e lira. Aq sa është agresiv dhe kontribues për skuadrën në tabelë dhe në lojën e Vllaznisë. Ka problem me gjuhëtjet e lira. Edhe kjo gjuhëtje e lirë dëshmon që Kiri ka paksa problem emocional duke të vija gjuhëtjet e lira. Gjuhëtja e dytë e lirë për Kiri që ka shënuar të dytën. Mirë, bukur, gjuhëtja e dytë, gjuhëtja 67, plus 6 Teuta vazhdon të kryesoj, kur duhen dhe 7 minuta, 25 sekonda nga fundi i kretë ndeshjes. Aksioni për Teutën. Right. Special Right me të 3 pikë që jep shqetësinë skuadrës së tij duke thelluar përsëri avantazhin dhe shënon Kiri përsëri. Shënon Kiri përsëri pra koshit Dursak i kundërpërgjigjet Kiri dhe përsëri diferenca është ngushtuar. Topi për Vllaznin që ka mundësi që nëse korrozon me sukses të aksionit ta minimizoj përsëri diferencën e avantazhit të Teutës. Shikojmë Gjorgje për 3 pikë. Nuk i ka shënuar, por ndërhyr Kiri. Ja, aksion është i lirë basketbollisti i Teutës me numër 12 Right, Jahmal Right, që dhuron spektakël duke shënuar me të dyja duar dhe duke varur të hekri i koshit dhe tashmë rezultati është përsëri në avantazh Teuta me plus 9, 69 Vllaznia, 78 Teuta edhe 6 minuta dhe 17 sekonda nga fundi i kretë ndeshjes. Është një pushim ky kërkuar nga trajneri i Vllaznisë, Eni Lazani, i cili kërkon që të mos e lejoj Teutën të fitojë dhe të kualifikohet. Kërkon ndryshimin e rrjedhës së takimit. Kur kemi parasysh e Turin e jashtëzakonshme të suksesshme të Vllaznisë me 11 fitore rradhazi, që sot duket për momentin është ndalur, kur ka dhe 6 minuta 17 sekonda, ka kohë të mjaftueshme Vllaznia për të barazuar dhe për ta përmbysur, por duket që Teuta e Durrësit është e vendosur në këtë ndeshje dhe po luan e mobilizuar dhe po luan më mirë se Vllaznia, dhe këtë tregon vetë rezultati, vetë shifrat e takimit. 69 me 78 kryeson Teuta kur duhen edhe 6 minuta dhe 17 sekonda nga fundi. Topi për Vllaznin, nis aksioni kuqeblu Gjorgje, Parker, Sestani, Gjorgje, Parker për 2 pikë, i ka shënuar,
Shkon në 71 pike varazhi Vllaznis ndaj 78 të Teutit. Plus 7 Teuta. Right për Teutën. Bën aksioni dursak, por topi është vjenë nësore. Për miq nga Durrësi, right. Atje shkon topi tek ai është shumë i lëvizshëm. Një faul në favor të Vllaznis. Edhe 5 minuta dhe 28 sekonda nga fundi. Shestani për Vllaznin, Gjorgje. Hibit, Gjorgje, Shestani. Kombinon me Hibit që gjuan për 3 pikë, nuk i binde topi. Kjo ishte fatale për Vllaznin, sepse një 3 pikë është në këtë moment i duhej Vllaznis për të rritur moralin dhe ngushtuar diferencën. Dështon Teuta në këtë aksion. Ka jep një dorë Vllaznis për të fokusuar në shkurtimin dhe pse jo barazimin e rezultatit. Gjorgje, Shestani, Gjorgje, Hibit, Gjorgje, Shestani për 3. Mbrojtja ngjeshur e Teutës, Gjorgje për 3. Nuk shënon, por është Kiri që zotron topin. Hibit për 3 pikë. Përshtri topi për Vllaznin. Shestani për 3 pikë tenton disa herë rradhazi Vllaznia. 4-5 tentativat e Vllaznis të dështuara në këtë aksion. Ishin 2-3 momente për 3 pikë gjujti nga distanca, nuk u shënua as 3 pikëshat dhe as lojën në tabelë dhe mbetet plus 7 avantazhi të Utës. Kur fillojnë tashmë të zbres 5 minutë i fundit. Gabon Teuta. Është një moment për Vllaznin për ta shfrytzuar. Hibit. Gjorgje. Shestani gjuan për 3 Shestani dhe i ka shënuar 3 piket kapiteni Vllaznis Robert Shestani. 74 Vllaznia, 78 Teuta. Edhe 3 minuta dhe 36 sekonda nga fundi. Reagon Vllaznia ndaj këtij vendimi të gjyqtarëve të takimit. Dy gjujtje për numrin 24 të Teutës se Donte Powers. Shënon në gjujtjen e parë, shkon në plus 5, përsëri avantazhi i Teutës dhe një mundësi për Powers. Ka një problem, gjuan në të dytën, ka shënuar dhe ka marrë dhe topin. Ky ishte reagimi i kampit kuqe blu për vendimin e arbitrave. Për pos gabimit personal, i kanë dhënë dhe topin Teutës. Nuk kuptojmë çfarë ka. Pra një kryqëzim ka ndrim në lojë Brown. Është larguar Klajdi Kiri. Me
i ndeshkuar me gabim personal. Power. Ndër më të mirët të bashku me Goren, të Uta. Një faul në favor të Vllaznis. Edhe 3 minuta dhe 21 sekonda nga fundi. Plus 6 të Uta. Gabim personal në favor të Vllaznis, kanë ndërhyrë në mënyrë të gabuar në dëm të George. Është Martin George, i ardhur në mërkatën e janarit. Bright. Top për Parker. I largohet topi nga kontrolli, për përsëri është për Vllaznin. Shestani gjuan për 3 pikë. I ka shënuar. Vjen Shestani në momentin më të mirë kur i duhet Vllaznis ky precizion dhe këto pikë. 3 pikë plus Teuta, 77-80. Është një rezultat shumë i ngushtë në favor të Teutës për topi është për Vllaznin, që nëse shënon për 3 pikë e barazon rezultatin, është përdorën të aksion Vllaznia ka shënuar dhe gabim personal. Eri merr situatën e dorë me njëherë ekipi i probleme. Zyrtarët kanë dhënë një mendim tjetër. Është në favor të Vllaznis. Do largohet nga loja. Do largohet nga loja numri 22. Nuk largon. Nuk që pranon të largohet. I ka plotësuar gabimet personale. Milatovic diska e kritikon, ka folur ka reaguar ndaj arbitrit. Hibit ka të drejtën të gjutjet e lira. Gjutja parë e lirë, me sukses. 78 Vllaznia, 82 Teuta, edhe 2 minuta dhe 27 sekonda nga fundi. Shumë emocione. Të ndërua shikues të Verio Sport që përndisti këtë ndeshje. Në komentin e Gaspar Marku, drejt për drejt nga pavati i sportit Kazim Dervishi. Shënon Teuta me rajt e qonë përsëri në plus 5 avantazhin kur duhen edhe 2 minuta dhe 21 sekonda. 1 sekondë loj. Aksioni për Vllaznin, George, Hibit, rajt, Shestani, dhe përton vetë në tabel. Nuk arrin të shënoj Shestani dhe në krahun tjetër ka bënë edhe Teuta, por e rimer topin dhe ka shënuar. Këto mund t'jenë edhe piket e qetësisë për ekipin e Teutës. E nervozohet shumë trajneri i Vllaznis Enil Lazani. Diçka ka dhe me arbitrat një fërkim, një luftim në vijën anësore që kanë kërkuar faull në favor të tyre, por nuk kanë qenë të mendimit arbitrat të ndeshjes. Edhe 1 minutë dhe 57 sekonda nga fundi. Rezultati është Vllaznia 78, Teuta 85 plus 7. Në momentin më të mirë ka shënuar Teuta tashmë duke rritur avantazhin e plus 7.
Dhe duket se do të jetë Teuta skuadra që do të kualifikohet në gjysmën finale. Pra luhet një ndeshje teke në çerek finale. Luhet një ndeshje teke në mes Vllaznisë dhe Teutës. Ky është verdikti që ka vendosur Federata Shqiptare e Basketbollit për turin çerek final të Kupës së Shqipërisë. Ka përfunduar pushimi, Teuta është rikthyer në fushën e lojës. Tekniku Llazani vazhdon të jetë akoma me skuadrën. Plus 7 kryeson Teuta me shifrat 78 me 85 edhe 1 minutë dhe 57 sekonda lojë, rreth 2 minuta që diçka mund të ndryshojë nëse porositë e teknikut Eni Llazani do të zbatohen si duhet në fushën e lojës. Të shikojmë se ka një reagim të zemëstanerit Roni Gjeqer duket për kronometrin. Pa me çfarë dëgjojmë, pa u prekur topi, kanë filluar sekondat, por vijon loja. Hibit për 3. Nuk i shënon. Gjorgje. Përshtri Hibit. Shestani për 3 pikë. Nuk është i precizioni i dy gjutëve të më pashme kur shënoj nga distancat është me topi është për Teutën dhe shansi është për të që të shkojnë në gjysmën finale, është avantazh. Vllaznia po mposhtet pas 11 fitoreve rradhazi. Por dëpërton në zonë të Vllaznisë, por Vllaznia e shpërdor dhe këtë mundësi. I largohet topi nga duart Hibit. Edhe 1 minutë dhe 14 sekonda plus 7 kryeson Teuta. Topi për Vllazninë. Të shikojmë si do të rrjedhin ngjarjet e këtyre sekondave dramatike, emocionuese dhe vendimtare për fatin e takimit. Kush shkon në gjysmën finale, vendoset në këtë fund takimi. Hibit për 3 pikë nuk i shënon. Teuta është më afër këtij objektivi. Përshtri Shestani për 3 pikë, nuk i shënon. Përshtri kulmon Vllaznia, Shestani për 2 dhe i ka shënuar 80 Vllaznia, 85 Teuta edhe 39 sekonda lojë. Ndalet për momentin loja. Edhe 41 sekonda nga fundi kretë ndeshjes, e ndërruar shikues, rezultati është Vllaznia 80, Teuta 85. Dursakët janë fare pranë kualifikimit në gjysmë finalen e Kupës së Shqipërisë. Shikojmë zëvendësanerin Roni Gjeçaj që vazhdon të protestoj tek gjyqtaria. Pushim i kërkuar nga tekniku i Vllaznisë Eni Llazani.
duket që verdikti i takimit po shkon drejt objektivit të Dursaka për të fituar të ndeshje, janë 5 pikë plus. Gjithsesi ka dhe 41 sekonda lojë, pushimin e ka kërkuar trajneri i Vllaznisë Eni Llazani për të ndryshuar diçka. Të shikojmë edhe orientimin taktik dhe teknik që do të aplikojë me skuadrën Llazani për t'i dhënë mundësi ekipit të tij që ta shkurtojë diferencën dhe pse jo ta barazojë dhe të shkojë me tej. Por gjithsesi, thamë edhe më herët, sot kemi parë në fushën e lojës një teut shumë të vendosur, ndoshta teutën më të mirë të kësaj faze të dytë, e cila deri në momentin po mposhte një skuadër si Vllaznia, e cila kishte rekordin e 11 ndeshjeve pa humbje, 11 fitore. Gorea, kapiteni i Teutës, fut topin në lojë. Personal në favor të ekipit Teutës. Reaksioni e Dursakët Power. Kërkon të drejt. Shikojmë. Ka një reagim të shikojmë se si do të vendosin arbitrat. Ka problemisht një moment ideal për Vllaznin që rrëmbej topin të Utës të shënonte në këtë aksion, por gjyqtarët e ndeshjes kanë vërshëdhyer se ishte topi është pasuar në mesin e fushës, në gjysmën e mesit fushës i pas arbitrave që nuk e lejon rregulloria dhe kanë dalë lojën, kanë dhënë topin për ekipin të Utës, po të shikojmë a ka ndryshim të situatës apo jo. Ishte një reagim i ashpër i stafit të Vllaznisë dhe të gjithë ekipit. Do të shikohet edhe me imësisht. Portali Verio Sport po e transmeton drejt për drejt të ndeshje dhe do të verifikohet ky vendim. Ishte apo jo konform rregullores të atij vendimi që gjyqtarët e ndeshjes dhanë në favor të Utës, pretendon Vllaznia. Fatmirësisht edhe kamera jonë e Verio Sport është pikërisht në qendër të fushës, të mesin e fushës, dhe nuk do t'jetë, nuk kemi mundësi më vjollë për momentin, por do të verifikohet ka të drejtë Vllaznia apo kanë të drejtë arbitrat, por si do qoftë ky vendim i dhënë në favor të Utës mund të jetë vendimtar për fitoren e Utës, kur kryeson me 5 pikë plus, dhe fatal për Vllaznin që kërkonte të avanconte me atë sulm për të shkurtuar diferencën, kur është 5 pikë minus. Rezultati është Vllaznia 80, Teuta 85 edhe 26 sekonda nga fundi, dhe të shikojmë çfarë do të provoj, do të afroj kjo fundeshje që po luhet në faza shumë interesante, shumë dramatike kjo ndeshje në fundin e takimit. Vendimet e gjyqtarëve janë kontestuar jo pak herë dhe të shikojmë se si do të jetë, e ripërstrisim. Gjyqtarët e takimit e kanë dhënë këtë, janë Anibal Ju, Vjorencin Ndreu dhe Ardin Doj në favor të Teutës. Shikojmë dhe presidentin e ekipit të Vllaznisë, Sokol Dibra, që po konsultohet
me njëri nga arbitrat e ndeshjes, aty pranë është edhe zëvendëstraneri i Vllaznisë Roni Xheçaj, presidenti i Vllaznisë Sokol Dibra kërkon që të verifikohet kjo situatë, por nuk e dim se si do të jetë ndryshim të vendimit apo jo. Kampi Kuqeblu i Vllaznisë afron edhe pamjet filmike për të luajtur në mënyrë dhe varin e kësaj ndeshje, sepse ky vendim automatikisht penalizon Vllaznin gjyqtarët nuk pranojnë që të marrin parasysh pamjet filmike. Janë ca pamje filmike që i ka siguruar vetë stafi Vllaznisë, ndërkohë që me herët Veriu Sport do ta verifikoj pas ndeshjes me qetësi, sepse fatmirësisht kamera Veriu Sport është e instaluar pikërisht në qendrën e fushës, pikërisht aty ku është vija ndarëse mes dy skuadrave, pikërisht aty ku u dha dhe ky faull në dëm të Vllaznisë, duke pretenduar se pasi i dhënë për ekipin e Vllaznisë ishte në gjysmë fushën, pa kaluar gjysmë fushën e Vllaznisë. Vazhdon presidenti i Sokol Dibra të konsultohet me arbitrat e ndeshjes. Edhe 26 sekonda nga fundi i krejt ndeshjes. 80 Vllaznia, 85 Teuta. Shumë problem ky vendim i dhënë që është pëzulluar ndeshja, nuk e din çfarë pritet. Duket që sipas informacionit stafi Vllaznisë ka marrë në zotërim pamjet direkte që po transmeton Veriu Sport për t'ja dorëzuar gjyqtarisë, por sepse një gjë e tillë në transmetim të drejt për drejt, pamjet filmike nga Vllaznia, ndërkohë që shista me herët me vonë të tjetë pas ndeshjes një analizë më profesionale. Kapiteni i Vllaznisë Robert Çestani, dy zëvendëstranërët Roni Xheçaj dhe Antonio Shabani janë në fushën e lojës. Shikojmë tashmë edhe Elian Xheçaj është futur në parket, është basketbollisti i Vllaznisë, basketbollisti i Shkodran, por që këtë sezon luan me ekipin e Teutës. Të tre gjyqtarët janë në konsulten me treshin Vllaznisë. Kapiteni Çestani, dy zëvendëstranërët Xheçaj dhe Shabani. Çfarë do të ndodhte presim? Janë momentet më decisive, më përcaktuese të krejt ndeshjes. Rezultati është Vllaznia 80, Teuta 85, edhe 26 sekonda nga fundi i krejt ndeshjes.
Ju rikujtojmë të nderuar shikues ato që nuk na kanë ndjekur edhe më herët, është një ndeshje e cila në fakt ka qenë më e mirë për Teutën gjatë takimit, por perioda e fundit është me të vërtetë interesante dhe vendimtare ku Vllaznia ka arritur shumë lojën e saj dhe pikërisht kur duhen dhe 26 sekonda nga fundi është ndërprer loja për një vendim të arbitrave që Vllaznia pretendon që është i parregullt, një vendim që penalizon Vllaznin sepse ishte një aksion kur shkodranët po kërkonin të shkonin te koshi kundërshtar për të shënuar dhe për të shkurtuar diferencën dhe për të përfituar në sekondat e mbetura, por vendimi ishte pro Teutës për një pasim që sipas arbitrave Vllaznia ka bërë në gjysmë fushën e saj në zonën limit të ndarjes së dy fushave ku Vllaznia pretendon se nuk ka qenë pasimi brenda fushës së saj. Arbitrat e kanë dhënë të vendim, nuk e di çfarë presin, çfarë vendimi, ose ndoshta është duke u verifikuar edhe nga instancat më të larta të Federatës Shqiptare të Basketbollit në kryeqytet për dhënë një vendim më të saktë, më të drejtë, më profesional. Ndryshe nuk kuptohet, nuk kemi informacion se për çfarë po vonohet, por diçka pritet. Diçka pritet dhe kjo mund të jetë patjetër, sipas idesë tonë që pamjet filmike po verifikohen, ndoshta themi në shelin e Federatës Shqiptare të Basketbollit nga specialistët përkatës për të vendosur, për të përcaktuar, për të analizuar saktësisht ishte apo jo ai faul i dhënë në dëm të Vllaznisë, ku Vllaznia pretendon se nuk ishte. Vazhdojnë diskutimet, ndërkohë që trajneri Eni Llazani është duke konsultuar me presidentin Sokol Dibra dhe duke jo ofruar pamjet reale të atij aksioni që Vllaznia pretendon se nuk ishte faul. Ky është plani i parë ku tekniku Llazani dhe presidenti Sokol Dibra vazhdojnë të diskutojnë në lidhje me këtë problem. Ndërkohë që arbitrat në fushën e lojës janë në shoqërinë faktën dhe det në këtë momente të zëvendëstranerit të Vllaznisë Roni Xhexhej, ishte dhe kapiteni Robert Shestani dhe zëvendëstraneri tjetër Antonio Shabani. Vanessa Mallë, nëse sinjalet nga Federata Shqiptare po themi e basketbollit se nuk kemi informacion se çfarë bëhet, por nëse verifikohet kjo situatë, ky vendim nga gjyqtar profesionist, nga specialistë të basketbollit, atëherë do të merret një vendim. Pretendimi i Vllaznisë qëndron apo jo? Rezultati është 80 Vllaznia, 85 Teuta. Jemi në limitin e takimit edhe 26 sekonda nga mbyllja e krejt ndeshjes. Vllaznia pretendon që ai sulm ishte i tyri dhe do të shkonte me sukses për ekipin e Vllaznisë për ta
shkurtuar diferencën, është ndalur nga arbitrat me pretendimin e një faullo të vllaznisë, një pasimi në vijën e mesit të fushës, se nuk duhet të pasohet topi në atë zonë, por vllaznia pretendon se pasi është dhënë në kalim e sipër në gjysmën fushën e Teutës. Gjithsesi do ta trajtojmë edhe pas ndeshjes edhe me specialistët përkatës. Nuk ka shanim. Për momentin nuk dim, por ne do të përpiqemi të presim poshtë. Pyesim diçka më konkretisht. Shikuese, një lajm i ri, më theme, se ne menduam se kishim informacion se pamjet po verifikohen, por arsyeja e kësaj vonese është sepse komisari i fushës kërkon të ketë të jetë në kontroll Pallati i Sportit nga forcat e rendit, të cilët në fakt i shikojmë që janë prezente, policia bashkiake, të tjerë për kërkon praninë e policisë, duke pretenduar se nuk është kështu pak të na thanë, komisari ndeshjes pretendon se nuk është i garantuar, nuk është i siguruar se çfarë mund ndodhë në këto situata. Kështu që nuk bëhet fjalë fare për ndonjë ndryshim të vendimit, siç patëm një farë iluzioni sipas informacioneve që na erdhen, vendimi i gjyqtarit është dhënë, topi është për të utën, ndërkohë që janë në parketë dhe forcat e policisë. Kështu që vetëm prezenca garantuar nga ana policisë bëhet fjalë që edhe tash për diçka është normalizuar, ishte siç na thanë, ishte një kërkesë e komisarit të ndeshjes
të deleguarit e Federatës Shqiptare të Basketbollit për të shtuar masat e sigurisë për të shtuar masat e sigurisë nga ana e policisë lokale. Dhe tashmë gjithçka është e normalizuar dhe do të vijojë ndeshja dhe 26 sekonda nga fundi. Ai vendim qëndron në fuqi. Topi është për Teutën. Nga vjenësor është Krist Gorea, kapiteni i ekipit Teutës. Plus 5 është Teuta, nis aksioni Gorea. Shtri Gorea. Ka shkaktuar gabim personal Shestani. Dhe ka plotësuar 5 gabime personale. Ka plotësuar numrin e 5 gabimeve personale kapiteni Vllaznia Shestani, ashtu siç i plotësoi edhe më herët e Klajdi Kiri, të cilët gjyqtarët e takimit e ngarkuan me gabime personale basketbollistin më shtatlar të Vllaznisë, një nga pikat më të forta në lojët është Kopliku. Një rig i bashkohet formacionit të Vllaznisë për Shtri Gorea nga vjenësore edhe 24 sekonda nga fundi i krejtneshjes. Për Shtri Gorea tjetër gabim personal. Kjo është ideja që trajneri, stafi teknik ka rekomanduar që të mos e lejojë të çarkullojë topin Teuta, por edhe me gabime personale shënon një tjetër pikë Rajt dhe 86 Teuta, 80 Vllaznia edhe 23 sekonda lojë edhe një mundësi për Rajt. Gjytja e dytë e di e lirë. Shënon në të dytën dhe e çon me plus 7 avantazhin e skuadrës Dursake. Gjorgje Kopliku Gjorgje gabim personal i shkaktuar nga basketbollistët e Teutës edhe 7 sekonda lojë. Gjorgje ka të drejten e 2 gjytjet e lira. Ndrim të Teuta, futet e litën lojë, pak më herët ishte edhe Gjore. Gjorgje shënon 81 me 87 edhe një mundësi. Ka shumë pak kohë në dispozicion Vllaznia, pa mundësi për ta përmbysur rezultatin. Shënon janë 3 gjytje. 82 Vllaznia, 83 Vllaznia, 87 Teuta. Kërkon pushim trajneri i Teutës Nikola Milatovic, duke parë dhe kohën e paket që ka mbetur edhe 7 sekonda. Ai kërkon që të marrë masat e administrimit të kësaj kohe të mbetur. Shikojmë, plani i parë është për Nikola Milatovic, i cili po orienton skuadrën e tij. Edhe 7 sekonda nga fundi, rezultati Vllaznia 83, Teuta 87 është një avantazh komod që gjithçka është nën kontrollin e Teutës për ta administruar. Dhe të shikojmë që çfarë do të ndodhë në këto 7 sekonda. Teuta është krejt pranë, duhet ta pranojmë, është krejt pranë fitores së ndeshjes dhe kualifikimit në turin gjysmë final. Është plus 4 pikë.
plus 4, 83-87. Topi nga vjencore për ekipin Durrësak. Vetëm një mrekulli mund ta shpëtojë Vllaznin. Teuta fare pranë kualifikimit. Nis loja. Ka shkatuar gabim personal Gjorgje. Dy gjujtjet e lira për Rajt, ai që nuk gabon në të tilla raste. Edhe 5 sekonda kanë mbetur në kronometrin e ndeshjes, dhe gabon në parën. Plus 4 Teuta. Në një mundësi Durrësakët shënon dhe shkon në plus 5 edhe 4 sekonda edhe 3 edhe 2 edhe një gjuan për 3 pikë. Gjorgje nuk shënon dhe mbyllet të nderuar shikues kjo ndeshje me rezultatin 83-88. Nga unë Gaspar Marku në rolin e komentatorët e këtij takimi ju përshëndes dhe ju rikujtoj se Teuta është fituese e ndeshjes me shifrat 83-88 dhe është kualifikuar në gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë. Kujtojmë se ishte një ndeshje teke, kjo me mes dy skuadrave që përcaktoi ekipin gjysmëfinaliste. Edhe një të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen. Nga unë Gaspar Marku, përshëndetja përmbësuese. Ju ftoj një natë të këndshme dhe ritakohemi në të tjera transmetime nga qyteti i Shkodrës. Deri atëherë, mirupafshim.